Ish deputeti Gani Geci ka analizuar se çdo afrim i LDK-s me PDK-n i ka kushtuar partisë humbje të mëdha elektorale, duke përmendur shembull historik që nga koalicioni Fatmir Sejdiut me Hashim Thaçin. Kështu shkruan ai në një postim të tij në Facebook një ditë pasi lëvizja vetvendosje triumfoi në zgjedhjet e përgjithshme. Ai thekson se figurat që kundërshtuan afrimin me PDK-n si Vjosa Osmani u rritën politikisht, ndërsa ata që e mbështetën humbën autoritet. Rezultatet e fundit zgjedhore tregojnë se LDK-ja përsëri humbi vota të shumta për shkak të afrimit me PDK-n dhe mos bashkimit me vetvendosjen. Sipas Gecit, pa distancim të qartë nga PDK-ja dhe bashkim të brendshëm, nuk duket ndonjë perspektivë reale ngritjeje e LDK-s. Një analist tepër e thjeshtë, ju që po përpiqeni të bëni çfarëdo afrimi apo edhe tentativa afrimi të LDK-s me PDK-n, duhet ta kuptoni një herë mirë, ky afrimi ka kushtuar dhe po i kushton LDK-s humbje të rënda votash elektorale. Kjo nuk është teori, por fakti përsëritur në histori. E njëjta gjë ndodhi në vitet 2006-2007 kur Fatmir Sejdiu u afrua me Hashim Thaçin dhe PDK-n. Në atë periudhë LDK-ja u përgjysmua, kundërshtarët e këtij afrimi u përjashtuan nga LDK-ja dhe si rezultat u formua LDT-ja, ku pjesë isha dhe unë. Vetëm më pas filloi një rikuperim i ngadalshëm dhe i vështirë i elektoratit të LDK-s. Më vonë Fatmir Sejdiu mori dy këshilltar, Isa Mustafën për ekonomi dhe Vjosa Osmanin për çështje juridike. Isa Mustafën e bëri kandidat për kryetar të Prishtinës, ndërsa Vjosën e dërgoi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës, që të dy u dëshmuan si karrieristë të përbetuar. Isa Mustafa dhe Vjosa Osmani u forcuan elektoratin e LDK-s, pikërisht duke kundërshtuar afrimin me PDK-n. Pra kushdo që e kundërshtonte këtë afrim, qofte edhe vetëm me fjalë apo në Facebook, rritej politikisht brenda LDK-s. Madje shpesh më shumë përfliteshin ata që kundërshtonin me fjalë sesa ata që kundërshtonin me vepra. Isa Mustafa u shndërrua në figurë të madhe në LDK kur filloi ta kundërshtonte afrimin e Fatmir Sejdiut me Hashim Thaçin dhe koalicionin me PDK-n. Me kauzën kurrë me PDK-n ai u forcua, nga kryetari i Prishtinës u bë kryetari i LDK-s duke e tradhtuar Fatmir Sejdiun dhe duke u afruar më pas vetë me Hashim Thaçin, ndërkohë Vjosa Osmani, duke kundërshtuar afrimin me PDK-n, vazhdonte të rritej brenda LDK-s, por kauza e Isa Mustafës kurrë me PDK-n ra në momentin kur ai vetë bëri koalicion me Hashim Thaçin. Menjëherë filloi rënja e tij politike dhe e reputacionit të tij. Në të kundërt, kundërshtimi i Vjosa Osmanit ndaj këtij koalicioni e rriti edhe më shumë autoritetin e saj brenda LDK-s, ndërsa atyre që e përkrahinin koalicionin me PDK-n u binte autoriteti. Agim Veliu, Lutfia Ziri, Skënder Hyseni e të tjerë, Vjosa rritej, të tjerët binin. Në vitin 2019 u mbajt kuvendi i LDK-s. Vjosa e la Fatmir Sejdiun dhe ju bashkua Isa Mustafës. Më pas PDK e tradhtoi Isa Mustafën, njësoj siç e kishte tradhtuar më herët edhe Fatmir Sejdiun. Në zgjedhjet e vitit 2019 LDK-ja u detyrua të kandidonte Vjosa Osmanin për kryeministre për shkak të rritjes së autoritetit të saj. Më pas ndodhi pandemia dhe prishja e koalicionit. Albin Kurti e luajti lojën me zgjuarsi dhe e largoi Agim Veliun nga posti i ministrit të punëve të brendshme. LDK-ja bëri gabimin fatal, në vend që ta zvendësonte ministrin, e prishi koalicionin me vetvendosjen. U formua qeveria Abdullah Hotit, por Hoti nuk arriti të bëjë lideri real i LDK-s. Pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe rrëzimit të qeverisë së tij, pasuan zgjedhjet e vitit 2021. Vjosa formoi guxon dhe bëri koalicionin me vetvendosjen, ndërsa LDK-ja u përgjysmua sërish. Në shkurt të vitit 2025, trajektoria e LDK-s filloi të rritej, fal votuesve që më herët kishin kaluar te Guxo dhe LVV-ja. Por pas 9 muajsh bllokade institucionale, LVV e sulmoi LDK-n për shkak të afrimit të saj me PDK-n dhe në zgjedhjet e fundit LDK-ja u kthye përsëri në gjendjen e vitit 2021, që në fillim ishte e qartë se po përsëritej i njëjti skenar, edhe pse disa e arsyetonin këtë me lodhjen e elektoratit. Personat që e sollën LDK në këtë gjendje janë të njëjtët, kundërshtarët e koalicionit me lëvizjen vetvendosje. Ata kanë emra dhe mbiemra dhe kryetari i LDK-s i njeh shumë mirë. Faji për mosformimin e institucioneve ju faturua LDK-s. Votuesit që ishin kthyer te LDK-ja u kthyen sërish te LVV-ja. LDK humbi rreth 60.000 vota nga shkurti deri në dhjetor. LVV-ja organizoi zgjedhjet në kohën më të përshtatshme për veten, edhe kjo është politik. Politika është arti i sëmundshmes. Pa u bashkuar krahët e thyer të LDK-s dhe pa u distancuar qartë nga PDK-ja, nuk shihet në horizont ndonjë ngritje reale e saj. Nuk është përgjegjës vetëm kryetari i LDK-s, përgjegjës janë gjitha strukturat që refuzuan uljen në tavolinë me vetvendosjen dhe e shtyn LDK-n drejt opsionit më të keq të mundshëm. Nga dy të këqija zgjodhan më të madhen. LVV funksionoi edhe përmes propagandës
edhe përmes shpërndarjes së 100 eurove nga parat e taksapaguesve. Kur qytetari sheh 100 euro më shumë në konto një javë para zgjedhjeve, vota shkon aty. Askush nuk e sheh faturën e rrymës, por e sheh shumë në konto, shkruan Geci.